për njerëzit, se njerëzit nuk mund të jetojnë në atë dëshpërimin e përditshëm të jetës në Shqipëri. Kërkojnë një lloj zbavitje dhe kjo është pikërisht ajo që i nxjerr nga rruga e duhur. Mirë, por realiteti është kokfort. Në realitet, këta nuk po spalosin asnjë ide të re, këta nuk po bëjnë asnjë lloj autokritike, këta nuk po bëjnë çfarë ndryshon Saliani nga Sali Berisha. Kur ishte puna, doli me levë dhe mbrojti Lulbashën. Tani del dhe thotë që jo, po unë jam e reja dhe duhet të ri për të ri. Do të kapitalizoj nesër pas nesër. Do të marrë ato benefitet e burgut, ta kapitalizoj gjithë atë. Po pse burgu qenë kërka në politikë, qenë kërka veçori e cila duhet lavdëruar? Mund t'i duket vetja si Fatosano për ta. Kjo është përgjigja ime për atë batutë. Por për ta mbyllur me atë që po ndodh në trojet tona, në Komunitetin për Europën u dha dhe një alarm sepse mund të jemi shinjesër në rast pra konflikti Shqipëria, Maqedonia, Malizi, 3 vendet që janë NATO, por edhe Kosova. Për këtë alarm duhet shqetësohemi në gjykimin tuaj? Tim ke ndjekur në rrjetet sociale është një alarm që unë kam dhënë para disa viteve. Sepse nuk ka sesi që të diskutojmë për flokët e Salianit dhe të mos diskutojmë për faktin që Rusia ka 3 ose 4 vite që na ka shpallur armik haptas. Ka një listë në të cilën Kremlini dhe Ministria e Jashtme ruse e ka publikuar me shtetet të cilat quhen jo miqësore ndaj Rusisë, që është një eufemizëm për të thënë që janë armiq. Në atë listë, Shqipëria zë një vend, është në qendër të hartës për shkak të pozicionit tonë gjeografik, po Shqipëria është në asaj liste. Pra, sigurisht që ne jemi konsideruar shtet jo i thjesht, dhe duke qenë që pozicioni jonë dhe Ballkani është një pozicion kyç për përplasjen botërore, për përplasjen gjeostrategjike, atëherë sigurisht që dihet ajo punë, që sigurisht që Kosova, Shqipëria, hapësira ku banojnë shqiptarët sot. Ndaj dhe unë më herët thash që ky është momenti që ne shqiptarët kemi qasje serioze, dhe qasemi si njerëz të cilët kemi dije, të cilët dinë ta kuptojmë situatën ndërkombëtare, të cilët dinë ta bëjnë një shtet, të sillen si shtetare etj. Problemi kryesor ndaj kësaj është paria, po duhet dalë ke përgjigja juaj, se nuk duhet t'i shmangen përgjigjes. Sigurisht që kongresmeni Self mbriti dhe tha një gjë që është totalisht e ditur në rrethet diplomatike amerikane, dhe në fakt ishte gjë e mirë që u tha këtë punë, sepse interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhet pikërisht me këtë fakt, me faktin që rajoni jonë është kyç në raportet gjeostrategjike. Por, nuk duhet harrojmë, unë e përmenda edhe më parë, që marrëveshjet për Evropën janë duke u kryer, janë në zhvillim me sipër. Diskutimet mbi ashtu quajturën Ukrainë nuk janë thjesht për ndarjen e Ukrainës apo se si do të përfundojë situata në terren. Diskutimet janë më të gjera se sa aq besoj unë. Diskutimet janë për raportin e forcës, ndarjen e raporteve të forcës Evropë, Shtetet Bashkuara dhe Rusi, ku Shtetet Bashkuara kërkojnë që ta tërheqin Rusinë më afër vetes tyre për ta pasur aleat në një konflikt të mundshëm, jo të mundshëm, po shumë të mundshëm me Kinën. Ndaj këtu lojtarët e vegjël ose vendet e vogla janë thjesht monedhë shkëmbyse. Dhe këtë e kupton gjithkush që është marrë sadopak me shtetbërje apo me politikë ndërkombëtare. Pra ne nuk kemi fuqinë që të vendosim atë që duam ne. Po të ishte ajo që duam ne, do ishte shumë më kollaj historia. Por ne nuk e kemi atë fuqi. Ballkani mund shkëmbej. Por ne jemi pjesë asaj që diskutohet. Dhe ne duhet ta vendosim veten në një pozicion që të jemi sa më të fortë, që të kemi sa më shumë ndikim në vendimet që merren për ne. Këtë e pengon paria e Tiranës, këtë fatkeqësisht në një mënyrë pothuajse kriminale e ka bërë dhe qeveria Albin Kurtit në Kosovë, edhe paria e korruptuar e shqiptarëve në Iliri dhe të tjerë, por sot është periudha që ne të jemi të gjithë bashkë dhe të sillemi si shtetarë
që t'u tregojmë gjithkujt dhe të mbrojmë interesin ton me aq sa mundemi dhe të vendosemi aty ku duhet. Mirë po ne fatkeqësisht sot, përveç se nuk jemi kurkund, sillemi si zagar politik. Paria jonë sillet si zagar politik. Dhe dua të shtoj edhe një gjë të fundit për këtë çështje. Kjo nuk është gjë që kam thënë sot. Bashkë me kolegët dhe me miqtë e mi e kemi thënë në vitin 2017 ishte një situatë tjetër. Ende nuk ishim ardhur në këtë pikë, ende nuk ishim ardhur në luftë të hapur në Evropë, ende nuk ishim ardhur në kristalizimin e raporteve konfliktuale midis Shtetet Bashkuara dhe Kinës. Ishin ato ujëra, po nuk ishte ende e kristalizuar. Dhe atëherë ishte momenti që edhe paria të kishte momentin e vet. Edhe paria të ishte pjesë e zgjidhjes. Bëhet pjesë e zgjidhjes duke u larguar nga skena butësisht, po duke ruajtur një pjesë të kapitalit vet politik. Paria e Tiranës zgjodhi që nga njëra anë të përpiqet të bëj propagandë, pra fushata e 2017-s u bë me flamuj kuqezi për shkak të ndërhyrjes ideologjike të nismës Bleta Shqiptare dhe duke përpjekur që të blenë njerëz të iniciativë, cilën nuk e bën dot. Dhe pjesa tjetër ishte pjesë çadre, ishte për gallat, domethënë gallat politik, llazoreri politike e quaj unë, sepse u futën në çadër, tani çadra u harrua, u bën foltore kur ju prekën interesat Berishës e të tjera. Pra, duhet një qasje serioze dhe këtë qasje serioze kemi propozuar që në vitin 2017. Sot kanë ndryshuar situatat, sot nuk mund të bëhet më ajo ashtu siç u propozuat herë, por një gjë e ngjashme është zgjidhja për ne shqiptarë. Po atë që nuk po e bën edhe që po e pengon paria e Tiranës, por edhe ajo që po ndodh në Kosovë dhe në Iliri që u that pak më lart, mundet të ketë një presion nga jashtë për këtë që po ndodh në trojet shqiptare dhe tjetë ashtu sikur e thatë ju pak më lart, shqiptarët atje në Shtetet e Bashkuara, lobi shqiptar atje, shqiptarët me influencë, me peshë, që mund t'ja paraqesin këtë platformë apo këtë ide administratës Trump? Pse duhet një çdo gjë nga këtu? Po sepse i Zoti i shtëpisë rregullon shtëpinë. Mund ta marrësh pastruesen, se sot është moda e pastruesave në Shqipëri. Mund ta marrësh pastruesen, po nuk ta pastron ashtu siç do ti, ose aty ku do ti. E pastron në mënyrën që do vet. Kjo është gjëja e parë për ta thënë me një batutë. Por për ta kthyer në një përgjigje më serioze. Ajo që quhet lobi shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës është dhe ai i ndarë dhe i kapur nga paria e Tiranës. Pjesë e mirë atyre që paraqiten sot si intermediar ose si ndërmjetës, për ta thënë shqip, midis Paris, Tiranës dhe Washingtonit, janë njerëz të cilët kanë interesa në Tiranë, të cilët Edi Rama ka kohë që i ka blerë të tjerë. Më parë është përpjekur t'i blerë edhe qeverisja më pashme. Kështu që është të gjithë kanë bërë përpjekje brenda Paris Tiranës për të pasur rrjetet e tyre në diasporë. Atëherë ç'a ndodh? Ndodh që deri një farë pike kjo është